një lider partije që rritë gjatë partije gjithmonë ka mbështetës. Partia shkon mas kryetarit. Po, sigurisht. Shumë, ajo që mendon se gjithë votat janë të mia, ajo është një gabim, domethënë foshnjor. Lulzim Basha që e shajnë vazhdimisht tani disa, si kryetar ka marrë shumë më shumë vota se sa kryetari Berisha. Si kryetar, 2021 me... Po, më 750 me gjithë lësin. Një kryetar, zoti Ylli, largohet nga partia, jo se s'ka mbështetje në parti, por për t'i kriju mundësin të bëhet shumicë në shoqëri. Dhe me thënë, dhe këtu është handikapi Partisë Demokratike. Sa Berisha do më nej kryetar, thotë, kam votat në parti, ma e mund t'i ketë tërë jetën. Sa ajo është ndërtu ashtu tani, është zvoglu ashtu, dhe me thënë, paka shumë, këta që kanë marrë më shumë vota, kanë më shumë vota qytetarë është demokrat se sa antarë është demokrat. Po kanë dhe antarë është demokrat. Problemi është që këtë... Edhe antarët e shprejnë me braktisje që po i bënë partisë tyre. Është një partisë zvoglim dhe alternativa në fund të herës mbetet kryetari. Me thënë këta edhe po të bëjnë diversitet, edhe po të kudjun, unë jam shumë skeptik se do keni një herë rezultat me Berishën kryetar. E kam thënë gjithmonë. Mendimi im është që gjdo demokrat që del në kryet Partisë Demokratike me vot lirë, drejt dhe të barabartë, në zgjedhje në cilat Sali Berisha mbanë, si me thënë, një ekuidistancë nga kandidatët, nuk mbulon asnjërin, se cili që del në kryet partisë në këtë proces e mund, dhe po ja o them, gjdo socialist që del në kryet partisë socialiste e mund Sali Berisha. Nuk po them e jonë braqet, se ai është shkursërës, po kush do që del. Kështu janë punët në Shqipëri. Edhe elektorati ka një intuicion. Edhe intuicioni është i barazvleshëm ka herë me arsyen për të orientu politikisht. Nuk do të kthehet. Nuk kthehet. Sali Berisha do kishte bërë më mirë, domethënë që të jetonte në atë meritet e lavdin që la, aq sa la. Nuk kthehet. Nuk ndodh kjo. Nuk ka për ndodhur. Si bëhet? Unë i bëj apel Sali Berisha, ja kam bëhë dhe ditën që kam marrë partinë. Po më po se dhe ja bëj doktorit. Po më apel i bëj, se unë jam themelës, unë kam bëhë beteja, në atë parti i kam bëhë mrena forume. Shti e që njëri më presh. Dregu, apeli është ky, që ti kryoj apeli ka kuptim për 3 muaj, jo për 30 vjetë. Se keni 30 vjetë, a i po insojështë. Po sepse vazhdo në rënja. Unë ja kam bërë para zgjedhjeve. Edhe në studion e Ylli Rakipit. Bile ditën që ka marrë Partinë Demokratike prapë, i mori me vendim gjykate, me qenë se u përmbush, si më thëmë, dëshira, ambicia, sedra, tjere, sot është dita me bo zgjedhje të reja dhe vetë mos kandidoj për t'i dhenë mundësi demokratëve të vinë pushtet dhe për t'i dhenë shansë Shqipërisë të ketë rotacion. Pas të ato tjeret... Tani unë kam një pikpytje pretë që s'ja kam dhënë as vetës shpjegim. Unë jam kundër modelit Berisha në PD, këto 30 vjetë. Por kjo ka një problem. Si shpegohet që gjithë këto shizmat për cilat ne folëm, pra që Berisha i ka bërë një padrejtësi, kanë dalë elektoralisht dështime kolosale. Pra, elektorati djathë nuk kam mbështetur askënd që del për te i gardit Saliut. Nuk kam mbështet pak, po ka ardu ku zvogluar. Bëra asin pyetje kështu, ti themi një që si e mendojnë këtë, se është një pyetje shumë interesante. Unë si ja përgjigje vetë kësa. Ka një përgjigje. Me grupin që kishte fuqi dhe mund të largonte Sali Berishën, dhe u rezikua të mërësish, ishte grupi Pashko, Preqi, tjetri, mami, këj grup shumë i fuqishëm, që në fillimet. Aty a je fshiu me tsunam, bampe fshiu të gjithë, dhe pastaj të gjitha grupet kanë qenë flukset, si pas meje, flukset të Sali Berishës. Dhe flukset janë shumë e thjesht bushat, nëse unë do t'jem fluksit tëndë, ti mund të më eqesh mua... Merkel ishte fluksi Helmut Kohlit.
Po, erëzoj. Iku Helmut Pra në Kohl. Parti Demokratike... Iku e në 17 vjetë iku. Sepse uja demokratike. Po, prandaj pra. Partia Demokratike. Do me thënë, kus ka demokraci, lideri nuk bie kur me zgjedhje. Edhe kjo është një përgjigje. Ajo që është e vlefshme për Shqipërinë, është e vlefshme dhe për PD-n. Kus ka demokraci, nuk rrëzohet I pari. Ka dhe problem bushat që këta qa bëjnë? Këta lyën me acid tokër që mos mbi asnjë lider aty. Dhe natyrisht gjithë ata që janë rrotull, shove kanë një person që ka autoritetin këtu që të rivalizojë Berishën? Nuk ka. Pse nuk ka, sepse ai o I ka zgjedhur të tredhur, o I ka tredhur rrugës. Është problemi me rivalizimin. Shu ka mbjetuar. Nuk është problem, rivalizimi, se ka një sens. Përse nuk mund të bëjnë partitë e vogla, shizionet që dalin, bëjnë parti, ato kanë mjete minimale, janë në një agresion pa parë. Janë paka shumë viktimat e vetë mënyrës se si bëhen zgjedhjet në Shqipëri. Edmond Trako më thotë lexoja doktor Ali Mehmetit, Trako, nga të igurit e ershëm, Edmond Trako më thotë lexoja doktorit sa kohë nuk atakohet tumori, nuk pastrohet do të obori. Ka folur gjumë mjekësore. I përjap një përgjigje. Po ta kishim lënë. Ta harroj sot e motës. Ato kanë marrë gjithmonë vota. Nuk është se s'kanë marrë, po s'kanë marrë shumë. Ky është një problem që nuk zgjidhet në këtë formë, nëse nuk normalizohet gara demokratike në parti, gara e barabartë. E diti që kur Basha për shembull doli 3 herë. Unë kam parë, me keqardhje kam parë Eduard Selami që doli. Eduard Selami vinte me një makina, kishte me qeraku diun, edhe kurse kryetari I partisë vinte me gjithë grupin e partisë, në ishte gare, pa imagjino se si del Saliu me atë të Kuksit, që doli Saliu me të Kuksit. Kjo punë zgjidhet me statut. Dhe statuti I parë që ta dish, Andi, I Partisë Demokratike I konceptuar 13 dhjetor 1990 ka qenë për kufizimin e mandatit kryetarit në 2 mandate. Është paradoks me e mendu. Pra edhe kur fiton e kupton, jo kur humbet. Zoti Ali Mehmeti. Sepse kjo krijon një situatë ku monopolizohet vendimarrja nuk lëviz kush. A keni një pyetje të theminoj një direkte, preç, jemi okej me gjitha këto, jemi shumë okej me këto I këtua, por a keni mbështetje në grupin parlamentar? Më kujtohet që kur nisi Berisha foltoren, nuk ishte direkt mbështetje. Madje mbaj mend Gazbardi, që doli para kamerave 5 orë rresht dhe lexon të emrat e njerëzve të vdekur. Sigur kishin marrë pjesë në kuvendin e Luzim Bashës. Po tani Gazi është me doktorin. Nesër mund të kaloj me ju, se I bërtiti kundër jush. Po, ndoshta kalon apo ja? Kini njerëz në grup parlamentar? Si që po e thonë ju, po e nën kuptoni si ku këto janë fraksione, janë ndarje... Fraksione ishën ata? U bashkuan me Berishën për interesat dhe presin tani, presin zgjidhje biologjike?